Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në pikë edhe në këtë të martë ku temperaturat duken disi më të larta krahasuar me një ditë më herët. E them këtë sepse sezoni të pushimeve po I vjen fundi dhe kjo verë do të marrë me vete çdo të thënë të bërë mbrapsht për të kthyer në shtator një qasje të re që imponohet më shumë se sa kërkohet për të shmangur keqkuptimin e kërkuar miratimin. Në politik, gjithë vëmendjen e rrëmbeu takimi I kryeministrit në Pogradec me të tij me batutat që lëshon në ekranin e televizorit ku shfaqej diella si ministria më korrekte e qeverisë. Në bulevard pritet të shtohet pjesëmarrje në protestë që nuk e preferojnë dhe luftojnë Edi Ramën në krye të qeverisë, por kohët e fundit duket se prej vapës së zhegut edhe brenda sojit ka të njëjtën pakënaqësi që më herët përzuri nga pjesëmarrja formatet politike. Në opozitë janë të bindur se dobësimi I Ramës I forcon më shumë pozitat e një partie që më të rëndësishme se moralin e kanë dhe e mbrojnë, madje e vënë përpara zullumeve për cilat akuzohet si bashkëpunëtor në qeverisje. Por përtej gjithë këtij realiteti, në rrugët e Tiranës, shumë kush që ecën më këmbë përballet shpeshherë me Redi Muçin, një deputet sa I ri, aq edhe I sulmuar për lidhje me oligarkët e marksistët e Arlind Qorrit. Unë kam dëgjuar në parlament dhe nuk mund të mos e dalloj mes të tjerëve, teksa mundohet të bëj drejtësi qytetare për të pamundurit. Sonte, Redi Muçin e mirëpres në program. Faleminderit Redi që pranuat ftesën. Faleminderit për ftesën, Erion, kënaqësi. Dua ta nis me pyetje direkte për të shmangur atë që përbën lajmin kryesor rreth jush, Redi. Ju jeni marksist? Sigurisht që jo, qartazi që jo. Dhe këtë e them nisur nga ajo që ne kemi shpalosur në zgjedhjet e vitit 2025, që ka qenë programi politik. Gjë që pakush për mos thënë që askush tjetër se ka bërë, sigurisht askush në ato përmasa dhe në ato detaje. Në 177 faqe mos gabohem apo jo. Pikërisht, pra, ku jemi përpjekur që të shprehim, si thua, ato ndryshimet imediate që për cilat ka nevojë Shqipëria, por njëkohësisht të shpalosim një lloj vizioni për atë se ku duam që të shkojë Shqipëria. Tani kushdo që ka marrë mundimin minimalisht të lexoj, le të themi vetëm hyrjen e programit, do ta kuptoj që po flasim për si thua, ekonomi tregu, madje I vëm theksin konkurrueshmërisë në treg, nëse përmendim faktin që ekonomia është në duart e oligarkëve, do të thotë se ka mungesë konkurrence, pra nuk bëhet fjalë për një treg të lirë. Sigurisht, duke qenë një subjekt I majt, I vëm theksin edhe rëndësisë dhe rolit që duhet luajë një shtet zhvillimor, që e quajmë ne, në ekonomi, në mirëmbajtjen dhe ngritjen e institucioneve publike, e shumë çka tjetër. Kështu që qartazi bëhet fjalë për një qasje të socialdemokracisë perëndimore, le ta quajmë, ose skandinave, dhe as pak të një modeli marksizmi, nëse do duhet të riktheheshim në shekullin e shkuar për të folur pastaj për mbysje të rendit kapitalist, nuk e di se çfarë nuk kuptojnë ata që na akuzojnë sikur jemi marksist. Pra, ata që ju akuzojnë, ju e shihni më shumë sikur e bëjnë me kast, nuk arritën të kuptonin programin tuaj qeverisës, nuk e lexuan ndoshta, apo duan domosdoshmërisht t'ju lidhin me një pikë reference të largët për t'ju përshtatur realitetit. Unë mendoj se bëjnë qëllimisht dhe duan pikërisht na lidhin me një të shkuar deri diku të dhimbshme të shoqërisë shqiptare, që është ajo që kemi kaluar, le të themi, në sistemin e shkuar. Dhe jam I bindur që e bëjnë qëllimisht, sepse siç thash, nuk vjen, le të themi, nga njerëz cilët janë të shkëputur nga realiteti politik dhe janë të paaftë të kuptojnë, le të themi, leximin e një programi politik, por njerëz cilët e bëjnë qëllimisht pikërisht për të influencuar qytetarin e thjesht, I cili ndoshta nuk e ka kohën ose vullnetin ose mundësinë fundja për të hyrë dhe për të lexuar, për të kuptuar tamam se çfarë është lëvizja bashkë. Është thjesht një propagandë, do ta quaj kështu, e qëllimshme baltosje. Megjithatë është diçka që me kalimin e kohës po kuptohet, besoj unë, nga qytetarët. E qartë, Redi, ju sa kohë keni në lëvizjen bashkë? Në cilin vit jeni bashkuar ju? Unë jam bashkuar që në nisjen e saj, pra që në momentin e ngjizjes së saj, le të themi, që ka qenë ngjarjet që pasuan 21 janarin e vitit 2011, kur le të themi, u bë një thirrje në rrjetet sociale për të mbledhur e për të diskutuar mes njerëzve të cilët nuk I kisha takuar kurrë më parë, dhe që prej andej pastaj shumë kush
u largua shumë të tjerë erdhën, u diskutua, u vendos për të ngritur një, le të themi, organizatë politike që quheshim atëherë më tepër për të qenë aktiv në le të themi jetën sociale të vendit përmes aktivizmit në kauzat studentore, në kauzat punëtore, në sa herë ka qenë rasti për shembull për të mbrojtur parqet, për të mbrojtur hapësirat publike. Dhe eventualisht nga viti 2011 deri në dhjetor të vitit 2022 kemi funksionuar si një organizatë, le të themi, aktivistësh. Dhe në dhjetor të 2022 pra pikërisht vendosëm që të ndërmarrim hapin për të kthyer në parti politike për të hyrë në zgjedhjet lokale në Tiranë, pra që u mbajtën në vitin 2023. E qartë. Megjithatë, për t'ju kthyer disi programit tuaj, unë e kam shfletuar, janë ndër ata që kam tentuar të kuptoj çfarë shkruani, më shumë se sa çfarë thuhet lart e poshtë. Por në atë program aq voluminoz, gjithsesi edhe un kam disa pikpyetje. Pra, kur shihja gjithë këtë sulmin tuaj ndaj oligarkisë, sikurse e quanit ju, të mirës së përbashkët, konfliktin mes kapitalistit, punonjësit, pse kapitalizmi është kështu apo është ashtu, dhe oferta që bënit ju për një Shqipëri më të mirë, më pranë atyre që janë në nevojë, më të drejtë ndaj atyre që kërkojnë drejtësinë, unë kisha përshtypjen, ose e krijova unë përshtypjen, që kërkohej një energji shumë e madhe për ta bërë realitet. Ju teksa e keni shkruar atë libër, më saktë sepse është i madh. Ai morët në konsiderat koston që donte dhe sa kollaj do duhej qytetari, votuesi, t'ju vinte afër ideve tuaja për atë lloj Shqipërie? Shiko, me të drejtë thej që idetë që propozohen në atë program janë ide të cilat kërkojnë një energji të madhe për t'u realizuar, për t'u kthyer në realitet. Dhe ne e kemi të qartë këtë gjë, sepse në një farë mënyrë që të reformosh dhe të në pikën ku kemi arritur, do thoya të rithemelosh qoftë institucionet publike, qoftë mënyrën e funksionimit të ekonomisë, qoftë drejtimin që ka marrë vetë ekonomia, do jo vetëm një punë kolosal, jo vetëm një punë të shtrirë ndër vite, por edhe përfshirjen dhe vullnetin, do theon, të një pjesë shumë të madhe të shoqërisë shqiptare. Pra jo thjesht vullnetin të shprehur në letër të një grupimi, të një partie politike siç jemi ne, por do duhet që përmes tij të bindim dhe të sjellim si thosh në anën tonë pjesën ndërmuese të shoqërisë shqiptare për të punuar dhe për të bashkëpunuar së gjithë së bashku pra drejt këtij vizioni, drejt këtyre rregullave të reja të lojës, le të themi, që parashtrojmë në program. Dhe sigurisht jemi të ndërgjegjshëm për këtë gjë, veç se kemi nga ana tjetër dhe bindjen se kjo është rruga e duhur që duhet të ndjek shoqëria shqiptare, brenda logjikës të objektivave që i ka vendosur tashmë prej kohë, do dhe qoftë kjo në integrimin në Bashkimin Evropian, qoftë funksionimi i tregut të lirë, siç e përmenda pra. Por nga ana tjetër edhe ndërtimi për shembull një sistemi të mirëfillt arsimor ose ndërtimi një sistemi shëndetësor i cili mungon funksionimi fondi pensioneve. Ju keni shumë kauza që keni ndjekur padyshim. Po mund të këtu të listoj gjëra gjatë, fakti që kemi pasuritë e nën tokës, nafta, kromi, bakri, mineralet e tjera, mënyra se si janë shpërdoruar dhe të themi shfarrosur ndër vite. Fakti që do duhet të jepet zgjidhje edhe problemit të banesës, pra që kemi ndërtimin e këtyre kullave që janë tërësisht të pa aksesueshme, le të themi, nga qytetari klasë mesme shqiptare, nuk po themi të pashitshme, sikurse rezulton sot që flas. Po, pjesërisht të shitshme për shkak të paraspisë që qarkullon dhe proces të pastrimit të parave që besoj do kemi dhe mundësi të flasim. Pra, një sër masash të cilat, si thua, do duhet ta riorientonin, do thënë unë, edhe mënyrën se si investohet kapitali në ekonominë shqiptare. Pra fakti shumë që s'kemi thuajse fare investimet huaja në ekonominë shqiptare është problematik në vetvete. Kështu që është një vizion i ri, është një vizion që ne shpresojmë se jemi, si thua, duke vendosur gurin e parë dhe që pastaj do shtyhet përpara përmes një konsensusi në shoqërinë shqiptare, pra nuk është një transformim që do realizohet nga sot nesër thjesht nga vullneti i mirë i lëvizjes bashkë. Redi, ju sot po provoni opozitarizmin, teksa jeni vetëm në atë parlament që përfaqësoni logon tuaj, me të drejtë nuk e gjeni veten të atashuar me të tjera logo apo interesa që gëllojnë brenda ulseve të parlamentit. Mirë po, sot jeni një hap
afër qeverisë, afër mazhorancës. Në këtë këndvështrim, a ju duken gjërat më ndryshe se sa dje kur ishit jashtë parlamentit në rrugë, teksa kundërshtonit, kritikonit çdo gjë të kësaj qeverie, mos ndoshta nga aty afër ka disa gjëra që për shkak të kushteve, historisë, momentit nuk bëhen realitet. Jo, unë nuk besoj, unë do thoja që në qoftë se nga pikpamja fizike, unë si përfaqësues i Lëvizjes Bashk jam më afër, le themi fizikisht kolegëve të Partisë Socialiste. Se mendërisht e di që jeni diametralisht të kundërt. Jo, po do thoya edhe këtë gjë që ka qenë edhe një zgjedhje e jona që të ndërmarrim këta hapra për të hyrë brenda sistemit, le themi pluralist partijak, për ta luftuar më mirë, le themi atë që është partia në pushtet. Dhe këtu fillon çudia, sepse ju në fundit po përballeni me një parti që është e majtë, përfaqëson të majtën shqiptare, por teksa shikon formën e qeverisjes që kanë zgjedhur ata dhe formën që propozoni ju për qeverisje, duket sikur nuk kanë lidhje njëra me tjetrën për të qenë të majta. Është shumë e vërtet kjo që evidentove Erion, pikërisht sepse qëllimi ynë ka qenë që të vendosim theksin tek fakti që në Shqipëri nuk ka realisht një parti të majtë. Partia Socialiste dikur ka pasur, besoj, brenda saj figura edhe që kishin, le themi, bindje të majta socialdemokrate. Megjithatë, sidomos pas asaj që quhet rilindje e saj, pra dhe me, si thua, ngritjen e një grupi të ri brenda Partisë Socialiste në drejtimin e Diramës, mund të themi se qartazi devijoi aq shumë djathta sa që tashmë ndonjëherë duket Partia Demokratike sikur propozon nisma që janë më majta se sa vetë Partia Socialiste. Kështu që këtu qëndron edhe rëndësia e hartimit të një programi të zgjeruar nga ana jonë, pikërisht për ta evidentuar këtë dallim, pra që kemi ideologjikisht, konceptualisht dhe në mënyrën e të bërë gjërave me Partinë Socialiste që pretendon ose i ka ngelur ende si thua titulli si parti e majt, por që qartazi nuk ka të bëj fare tashmë me qasjen e partive socialdemokrate të majta në botën perëndimore, le të themi kështu. Kështu që po në parlament. A mendoni ju se e keqja e asaj partie, vendosja e aksit e asaj partie ka si burim vetëm Edi Ramën? Mënyra se si funksionon ajo parti, ku të gjitha kompetencat praktikisht i ka marrë përsipër një njeri që është Edi Rama, do thotë që edhe përgjegjësi kryesor i drejtimit që ka marrë qeverisja e vendit dhe vetë funksionimi i saj si parti, pra është përgjegjësia e Edi Ramës, pra qartazi. Dhe nuk është thjesht problemi këtu për dallime konceptuale ose ideologjike, si më thënë, është ka të bëjë me faktin që devijimi ka ardhur gradualisht, sigurisht, po përmes influencës dhe ndikimit që kanë pasur grupimet caktuara, oligarkës siç i quajmë ne, tek vetë Edi Rama, dhe që kanë bërë që mbar ekonomia e vendit të devijojë në një drejtim të caktuar, në kapjen pra të ekonomisë së vendit dhe eventualisht të shtetit, pra të hartimit të ligjeve në funksion të tyre dhe jo në funksion të mirës të asaj që mund të perceptohet si e mirë publike. Dhe në këtë aspekt do thoja që edhe debati në parlament, në kuvend, pra nuk është një debat përmbajsor, një përplasje idesh, se duhet të jetë më mira, besoj unë për shqiptarë, por është kryesisht një qasje që qartazi kur vjen propozimi i një projektligji për shembull nga ana e qeverisë, kuptohet fare lehtë se për çfarë qëllimi hartohet, dhe në 90% rasteve është në favor të kësaj që quajmë oligarki ekonomike, dhe ajo që ngelet pastaj opozitës është thjesht të denoncojë, si thua, këtë drejtim që ka marrë qeverisja e vendit, në një fjalë. Megjithatë, teksa tentoni që ju ta ktheni baltën që vjen nga jush mbrapsht në qoftë në foltore, qoftë nga ulsja ku ju keni vendin në parlament, shoh që sulmoheni kryesisht nga të vjetrit. Dhe besoj çdo media e ka vënë re në formatet e programeve politike që shpresa që kishim tek të rinjtë e Partisë Socialiste është kthyer në një memecëri që nuk po prodhon diçka. Juve jeni pedagog gjithashtu. Ju shqetëson prania në parlament e thjesht emrave? Ditën e sotme apo djeshme mos gaboj, kryeministri Edi Rama nga përmeti filloi të fliste me diellën apo jo. Duke i drejtuar në Pogradec, pra duke i drejtuar pyetja asaj se çfarë mendonte
për ministrat e ndryshëm. Dhe mua më duket pikërisht sikur në mendjen e Edi Ramës, kabineti perfekt i tij do ishte një kabinet i përbërë nga shumë diella. Pra nga njerëz të cilët ose mundësisht programe AI të cilët i kthejnë ekon e zërit vetë, si thua. Njerëz që për asnjë moment nuk e sfidojnë qasjen e tij, mendimin e tij. Ti thon shkoj se këtu e ke gabim edhe për standardet e tua, si thua. Kështu që besoj që në këtë stad ku kemi arritur, ky është edhe momenti kur pushteti që duket sikur është absolut ose i përmbledhur në duart e një njeriu vetëm fillon të shpërbëhet nga poshtë, si më thënë, sepse kur dëgjon vetëm ekon e zërit tënd, atëherë pikërisht e ke humbur edhe, si thua, lidhjen me realitetin dhe me atë që kërkojnë realisht ose aspirojnë qytetarët e një vendi që udhëhiqen prej teje. Kështu që këtë gjë e shoh shpesh edhe tek kolegët e Partisë Socialiste, si thua, që pavarësisht moshës së tyre janë aty thjesht për të përçuar ose përforcuar, si thosh, ekon e zërit të Edi Ramës, që për më tepër duhet të përmendur që nuk vjen thuajse kurrë në kuvent, nuk është kurrë i pranishëm, pavarësisht se jemi republikë parlamentare dhe kryeministri do duhet ishte aty për të argumentuar, si thua, qasjet e veta. Aq më tepër në këto seanca të shkurtra kohore, ndryshe nga sa bëheshin më parë ku kishte debat, kishte kohë për secilën palë, dhe sot duket se ka vetëm kohë për të votuar Partia Socialiste. Edi Rama dhe Pogradeci. Ndoshta zgjodhi një qytet shumë të urtë gjithashtu, ku e dinte që nuk do kishte kundërshti prania e tij në këto ditë të nxehta për pjesën ndërmuese të vendit, për të surprizuar në këndvështrimin socialist qytetarët me një tjetër platformë, pas asaj të bashkëqeverisjes, pas denoncimit për ndërtimet pa leje, një tjetër platformë që u propozua që prej thethit aso kohe, kësaj radhe çdo kush do mund të shoh punimet e qeverisë, motivet pse kanë ngecur apo si po ecin dhe arsyen. Mirë po, çfarë nuk shkon sipas jush tek kjo platformë dhe forma se si qeveria përpiqet t'i afrohet qytetarit? Pikërisht pra, problemi nuk qëndron te platforma në vetvete, por tek ajo çfarë përfaqëson, si thua, platforma, që në thelb është thjesht justifikimi për të thënë që duam të jemi më afër dhe më shpejt, si thua, tek problemet e qytetarit dhe tek dialogu, mund të themi shumë, me qytetarin, por që shqiptarët e kanë tashmë edhe një eksperiencë me eksperimentimin në këto platformat, pra siç e përmendet edhe ti, platforma e bashkëqeverisjes, Shqipëria që duam, ideja edhe e ministres Diella, pra është thjesht një lojë e cila në thelb nuk i ndryshon jo vetëm realitetin shqiptar dhe jo vetëm jetën e tij, po qartazi kuptohet që është thjesht një mënyrë për të tërhequr vëmendjen nga ajo që është thelbi i qeverisjes së Edi Ramës. Dhe thelbi i qeverisjes është kjo që kemi parë deri më sot, si thua, një ekonomi e bazuar kryesisht në dy shtylla, që ka qenë industria e ndërtimit, pra ndërtime pafund, duke ja anashkaluar edhe vetë gjitha institucionet shqiptare, pra për të ndjekur procedurat, lejet e ndikimit në mjedis, arkitektët shqiptarë, zgjidhjen e problemit çështjes së pronësisë tokës ku ndërtohet, shpeshherë shkatrimin e si thua objekteve që japin identitet shumë të qytetit, ka qenë rasti i teatrit kombëtar ose i stadiumit Qemal Stafa, për të ndërtuar kulla kudo. Ku ka pasur parqe, ku ka pasur hapësira publike të gjerbera, të gjitha kthehen në kulla. Pra një drejtim ka qenë kjo, dhe këtu pastaj duhet flasim edhe për aludimet për pastrimin e parave të drogës. Dhe shtylla tjetër ka qenë turizmi masiv. Turizmi i cili sigurisht që ka sjellur të ardhurat në vendin tonë, i cili është mirë për ekonominë, por ama janë dy shtylla ku nuk mund të vazhdojë pa qëndrueshme si model zhvillimor ekonomik në afat mesëm, le të themi, lëmë pastaj në afat gjatë. Kështu që nga ky aspekt do thoya që sado platforma të sajojë dhe të sjellë në vëmendjen e shqiptarëve Edi Rama, nuk besoj se thelbësisht ka për të ndryshuar mendimin atyre 100.000 protestuesve që në mes të qershorit e mbushën si asnjëherë më parë atë bulevardin Dëshmorët e Kombit. Më pëlqen që tek tuk nuk mund ta shmangni dot fjalën oligark. Dhe nuk është hera e parë. Unë ju kam ndjekur dhe në intervista të tjera, por natyrshëm pyes. Është lidhja Edi Rama oligark apo anasjelltas që është e keqja e këtij vendit, apo oligarkët janë thjesht persona që e dinë se pa Edi Ramën nuk mund të ecin përpara në biznes?
Është një pyetje shumë me vend dhe mua më vjen mirë që më jepet rasti ta shpjegoj sepse ajo që dua shpeshherë ngatrohet ndoshta në qasjen e lëvizjes bashk është ideja e oligarkut si një sipërmarrës i cili thjesht ka ca të ardhura më shumë se sa të tjerë, se i ka shkuar biznesi më mirë se sa të tjerë, që s'është fare kështu. Për mendimin tim, oligarkët nuk do duhet të ekzistonin në një shoqëri, por kjo s'do të thotë se duhet të ekzistojnë sipërmarrës të ndershëm, qofshin ata dhe mjaft të suksesshëm dhe të pasur si thua. Pra, pse them që s'duhet të ekzistojnë oligarkët? Sepse që nga përkufizimi i termit oligark bëhet fjalë për sipërmarrës me fuqi ekonomike, të cilët influencojnë politikat e një qeverie, jo në të mirët si të mirës publike, por për interesin e tyre privat. Dhe jo vetëm kaq, por që është në dëm të interesit publik. Dhe kur është në dëm të interesit publik, atëherë është problematik të cilin e vuajmë të gjithë së bashku. Po, por prap pyes, janë këta oligark që i mbivendosen qeverisë dhe kryeministrit në këndvështrimin tuaj, apo është e kundërta, që kryeministri po i përdor këta për të arritur vizionin e tij për Shqipërinë. Sepse nëse referohemi historikut të deri tanishëm dhe një libri të titulluar Albanian Files, këtu ka diçka që nuk shkon, sepse Albanian Files shkon për te oligarkëve. Apo nuk është kështu? Albanian Files është, si thua, ai që ka bërë Edi Rama, që ka qenë që të ndjek pikërisht të vizionin e ndërtimit të rezorteve mega luksoze dhe të kullave luksoze në sidomos në kryeqytet, duke përfshirë arkitekt të huaj, por që ndërkohë burimi i të ardhura që si thua ka shkuar për të investuar dhe për të ndërtuar këto vepra të mëdha inxhinierike ngelet gjithmonë i dyshimt. Dhe bëhet fjalë ose për përfitimin e disa oligarkëve ose për pastrimin parave të drogës, dhe këtë gjë nuk e them thjesht si dyshim që ngre unë, por nga dosjet hetimore të Spakut, pra që u bën publike, le të themi diku pikërisht nga mesi i qershorit. Jo, tani, por prap këmbgul. Po. Ju vërtet mendoni që janë oligarkët që i mbivendosen? Do thoja këtë gjë, që në radhë parë oligarkët kanë qenë aty disa prej tyre të paktën edhe para Edi Ramës, dhe kanë qenë ata që kanë luajtur rol për të influencuar edhe në qeverisjen e Berishës. Ajo që besoj bëri Edi Rama është që me ardhjen në pushtet në vitin 2013, me kalimin e kohës, sigurisht i bëri të tjerët, pra oligarkët i afroi rreth vetes vet, dhe që në atë moment gradualisht ndoshta ishte ai i cili kishte si thua mbivendosej në mënyrë më imponente ndaj tyre, por që sa më shumë varet pushteti i Edi Ramës nga ndikimi që kanë parat e oligarkëve, të medjave tyre, të momentin e financimit fushatës, tek ardhja në pushtet ose qëndrimi në pushtet i Edi Ramës, atëre kuptohet që bëhet fjalë për një lloj simbioze të një ekuilibri të brisht, pra që nga një anë edhe Edi Rama nuk guxon, le të themi, që ta prish muhabetin me oligarkët, nga ana tjetër dhe oligarkët, për shkak se kanë përfitimet e tyre nga qëndrimi në pushtet i Edi Ramës, dhe ata përpiqen të ruajnë një lloj kompromisi me të. Pra, është një simbiozë, do thoja unë, që qartazi shpeshherë ndonjëherë anon nga njëra anë, ndonjëherë nga ana tjetër, nuk e kemi të qartë për shembull si në stilin putinist, sepse edhe në Rusinë e Putinit qartazi ka një, le të themi, udhëheqës shteti që ndron mbi oligarkët, dhe këtë ka dëshmuar shpeshherë. Është një video shpërndarë së fundmi madje ku njërit prej kryesorëve në Rusia i detyron që të vijë dhe të firmos marrëveshjen me shtetin, sepse ashtu i vinte më përmbar atij. Redi, ju dhe Lëvizja Bashk keni tentuar të shkoni deri në fund hulumtimit se kush ndër oligarkët që quani ju është më i rrezikshmi për vendin? Me i rrezikshmi nuk them domosdoshmërisht vrasës, por ai që përthith më shumë të ardhura, monopolizon resurset edhe gjithçka që njihet në botën ekonomike. Përsëri është çështja që domethënë si do ta përkufizonim një oligark, është kjo që them me pak fjalë, ai që monopolizon resurset në ekonomi, pra, ose që nga ana tjetër përfiton edhe nga veprat infrastrukturore që mund të ndërmarrë një qeveri, pra, për të cilat paguan shteti shqiptar. Patjetër, po e di pse ju a bëra këtë pyetje? Sepse në çdo transmetim tjetër, unë shoh që nga Lëvizja Bashk tentohet që të emërtohen oligarkët. Dhe unë po ju a jap mundësinë që ju të shkoni dhe të shprehni deri në fund atë, dhe shoh që nuk po dilni dot tek një emër që sipas juaj është ai që ka
rrëmbyer më shumë lek nga buxheti i shtetit, më shumë pasurinën toksore apo mbi toksore shqiptare dhe që duket si një e keqe që mund të menaxhohet ndryshe, se nuk kam pse të shkoj. Unë mund të bëj një listë me emra, sepse më duket sikur duke fokusuar të gjithë problemin tek një individ i vetëm. Pra janë të gjithë të njëtrajtshëm lista me emra. Po, në qoftë se për shembull deri dje Samir Mane kishte minierën e Kromit, kryesore në Bulqiz. Pastaj ka përfituar nga veprat infrastrukturore të qeverisë me Linda Balluku me Edi Ramën, para atij edhe të Sali Berishës. Shefqet Kastrati për shembull ka monopolin e naftës. Gjithë naftën që ja hedhim makinave tona është naftë importuar nga Kastrati. Shkatrimi i rafinerisë së naftës së Ballshit për shembull është 1/3 e tregut shqiptar që zihet nga nafta shqiptare dhe që nuk zihet më. Pastaj mund të emërtoj tu plot oligarkë tjerë që janë këta, si thua, ata që i marrin gjitha tenderat publik të ndërtimit, qoftë nga fusha tek Sali Llari, tek nuk e di Ulaj, tek pra një listë gjatë, kështu që mund të rrim këtu gjatë për të thënë, po për të thënë se cili është më i ligur prej tyre nuk më duket sikur do arrim ndonjë përfundim. Po shumë kush me atë interesin e vet. Edhe në studion televizive un kam parë njerëz që kanë drejtuar gishtin edhe ndaj jush si një ndër oligarkët e këtij vendi. Më pëlqen qasja që keni tek përgjigja që doni t'i jepni çdo kujt që përpiqet ju bëj pis. Dhe jo më kot ju kam sot këtu, sepse unë vërtet ju kam vlerësuar kur ju shoh që vozisni qoftë me biçikletë, por shumicën e kohës në këmbë, aq më tepër në këto ditë nxehta dhe ju nuk keni asnjë biçikletë elektrike, sikurse sot është bërë udhës ndër pjesën ndërmuese. Jam kundër idesë biçikletës elektrike, po ky është mohabet tjetër. Po, sepse ndoshta dikush do ju akuzoj tani që jeni kundër zhvillimit. Çfarë marrëdhënie ka Redi Muçi me elektoratin e tij? Do thoya që përpiqem maksimalisht që kemi një marrëdhënie të drejtë për drejtë, për shembull numri im i telefonit është i hapur në rrjetet e mia sociale që mund të më kontaktoj në telefonin tim personal kushdo. Përpiqem maksimalisht që të mos ndryshoj asgjë në mënyrën time të jetesës, në atë që kam bërë para se të vendosesh në pozitën e deputetit të Shqipërisë, që nga përdorimi i biçikletës deri te veshja ime të gjithçka që ka të bëjë me jetën time të mëparshme dhe që vazhdon të jetë shpresoj e njëjta për një kohë të gjatë. Dhe që atë punë që kam bërë kur kam qenë thjesht një aktivist i thjeshtë i Lëvizjes Bashkë pra në qasje ndaj njerëzve, ndaj problemeve të tyre, ndaj tentativës për të jo thjesht për të dhënë një përgjigje si thua që ti ngushëllosh, por për të përpjekur që së bashku në organizime si për të gjejmë një mënyrë. Jo të ndjesh hallin vetëm, por edhe të gjesh një zgjidhje, sepse shpesh herë problemi shoh unë me mënyrën se si çfarë ka qenë figura e deputetit dhe vazhdon të jetë për fat keq në Shqipëri është që thonë që shko me një telefon unë ta zgjidh hallin. Po si funksionon ka kështu? Nëse nuk funksionojnë hallkat dhe institucionet publike të cilat qytetari duhet të ndjek për të shkuar në fund problemit vet, pse u dashka që këtë gjë ta zgjedh ose ta zgjidh pra deputeti dhe telefoni i deputetit. Kështu që qasja jo nga qenë gjithmonë mënyra se si duhet organizuar komuniteti, nuk e di, sindikata, grupet studentore për të ushtruar presionin e dur për të arritur të zgjidhja, më shumë se sa për të hequr sikur zgjidhjen e kanë në xhep deputeti, si thua. Më shumë se zgjidhja e deputetit, ne shqiptarët të dim të gjykojmë nga mënyra si përshfaqemi. Dhe deri më sot paktën në historinë e Shqipërisë është mësuar që deputetët kur vinë kanë një makinë të madhe, vishen me kostume të shtrenjta, mbajnë parfume të markave të njohura e shumë çka tjetër. Redi është njeri i zakonshëm. A ju ka bërë kjo të humbisni pikë në sytë e shqiptarëve vetëm pse dukeni sikur s'keni rregulluar veten, apo ajo shprehje o doktor shëro veten dhe pastaj të tjerët? Në radhë parë unë duhet të them që sigurisht që duke qenë unë vetvetja besoj se i flas një pjesë ndoshta të elektoratit që është pjesa më rinore, do thoja unë, më pak tradicionale,
me idenë e politikës, me idenë e politikanit se çfarë duhet të jetë dhe se si politikani do duhet ta shpërfaqë statusin e vet apo jo edhe nëpërmjet mënyrës së veshjes ose siç theti parfumit shtrenjtë e makinës e me radhë me radhë. Më duket se në politikën bashkohore gjithnjë më tepër me politikanë të rinj që kemi parë dhe në botën perëndimore shkohet drejt të qenit vetvetja dhe kjo rezonon më shumë tek një pjesë e elektoratit të rinjve dhe që shpresoj shumë që mos keq interpretohem në këtë që jam dhe në këtë që shfaq si thua në jetesën time të përditshme sikur po e bëj në mënyrë të qëllimshme si pjesë e një strategjie kështu për të hequr sikur dua vishem kështu, por nga ana tjetër jam ky oligarku që i kaloj pushimet nuk e di se ku domethënë. Sepse ekzistojnë dhe teori të tilla me pak fjalë, por që mendoj që ashtu siç Lëvizja Bashk synon të jap një qasje modernizuese le ta themi në politikën shqiptare, kështu jo thjesht unë, po kushdo prej nesh në Lëvizjen Bashk kemi aq më tepër duke qenë edhe një subjekt i majt, kemi qasjen për të qenë si thua sa më pranë qytetarit edhe në mënyrën se si sillemi vet, pra pa qenë e nevojshme që të reflektojmë një lloj pushteti ose një lloj superioriteti të rrem sigurisht që tentojnë të bëjnë shumë prej kolegëve të mi në kuvend. Sa antar ka Lëvizja Bashk? Po tashmë duhet të jemi diku te 10.000 antar, domethënë 10.000 në Shqipëri dhe në diasporën. A është shtuar numri me protestën në bulevard? Po. Me protesta ka pas një efekt pozitiv në qasjen ndaj Lëvizjes Bashk përgjithësi dhe edhe ndaj antarësimeve eventualisht. A jeni ju ndër organizatorët e protestës? Jo, as pak, në asnjë ditë kemi qenë organizator, po do thoya që organizator të mirëfillt protesta nuk ka pasur, ka pas grupime të ndryshme që merrin përsipër, le të themi, detyra të ndryshme logjistike, që duheshin çuar përpara. Kemi parë nga pikërisht ata që janë grupi i mikrofonit për shembull që ka pas një konsistencë të admirueshme për fakt që ka qenë çdo ditë i pranishëm në organizimin e protestës pranë në shesh, ndërkohë që roli i Lëvizjes Bashk ka qenë thjesht aty për të mbështetur protestën, për të qenë përditë sigurisht i pranishëm protestë si grupim, me korin ton, me banderolat tona, me thirrjet tona, me qasjen ton, për të tërhequr si tush sa më shumë njerëz që duan të jenë pjesë e protestës dhe për të dhënë një lloj ngjyre protestës që një lloj. A ka thirrje në protestë që nuk i shkojnë përshtat profilit tuaj apo që ju si deputet i Lëvizjes Bashk nuk e gjeni të përshtatshme të thirrjet në bulevard? Shiko, vetë fakti që protesta përbëhet nga grupime, nga qasje me ide nga më të ndryshmet, sigurisht do thotë që disa prej tyre nuk na pëlqejnë neve ose ndonjë prej thirrjeve tona nuk mund t'i pëlqejë dikujt tjetër. Megjithatë që të ri dhe të komentoj se cila thirrje më duket e papërshtatshme, nuk më duket diçka që si thua jashton pjesëmarrjen protestës, po po ju a lehtësoj unë pyetjen. A jeni dakord ju me burgosin e Ramës dhe Berishës që kërkohet në të? Do thoja që nëse flasim në terma ligjor, qartazi kompetencën për të çuar në burg çdo prej qytetarëve të Shqipërisë se kanë sistemi gjyqësor apo jo. Por që të hetohen, të merren si të pandehur nga spaku dhe të përballen me drejtësinë, për këtë sigurisht që jam dakord. A mendoni ju që SPAK po bën sa duhet punën e tij? Sa duhet në pritshmëritë që kanë shqiptarët. Sa duhet nuk është pritshmëria jonë, se ne kërkojmë dhe qiq ranhell, por sa duhet në bazë të kapacitetit njerëzor dhe efektit kohë, se këto janë dy boshtet në të cilat lëviz. Shiko, këtë është e vështirë realisht që ta vlerësosh. Me fjalë, kushdo domethënë që ka një mendim të vetin sa i përket vështirësive objektive me të cilat përballet sistemi i drejtësisë, qoftë SPAK-u, qoftë GKK-ja, është vështirë të gjykohet nga jashtë, si thua. Sigurisht pritshmëritë e njerëzve janë ato që janë dhe sigurisht. Po që se sa është në çpies janë të realizueshme apo jo për të çuar përpara një hetim për shembull ose për të marrë pandehur figurat të politikës shqiptare, është vështirë ta thuash se sa këto gjëra mund të realizohen dhe sa janë të pamundura aktualisht me fjalë. Kështu që prandaj është pushteti i pavarur. Cila është pjesa më frymëzuese sipas jush e kësaj proteste? Atëre, fakti që kjo është një protestë e paprecedent në skenën 35 vjeçare shqiptare me një fjalë për disa arsye, sepse mund të hiqen disa paralele qoftë me
protestën kundër importimit të armëve kimike në Shqipëri, qoftë me protestën studentore vitit 2018, por duhet kuptuar që këto ishin protesta specifike të një tematike specifike, prapë. Kërkonin diçka aty për aty të nga vetë qeveria, qoftë edhe studentorja që ishte në lëmin, le të themi, të arsimit. Ndërkohë që protesta që nisi me ngjarjen e Zvërnecit nuk kufizohet vetëm tek projekti në Zvërnec, pra pikërisht sepse që në ditën e parë është kërkuar dorëheqja e qeverisë, sepse Zvërneci në një farë mënyrë përfaqëson gjithë modelin për mbledh brenda saj gjithë që nuk shkon me qeverinë e Edi Ramës, që nga çështja e pronësisë së banorëve lokal, me atë që pretendon se është banori legjitimi tokës, tek burimi i financimit, tek ndërhyrja, le të themi, në një zonë mjedisore ambientale të mbrojtur, pa bërë asnjë studim, pa i dhënë llogari askujt, tek rrethimi me telmi gjëma pa marrë leje, tek mënyra se si u sollën këta që u quajtën polici private, nuk di se çfarë, me banorët lokal, pra tek paaftësia dhe mungesa e ndërhyrjes së policisë së shtetit që ishte atë ditë e pranishme në protestë, pra të gjitha këto bashk në një farë mënyrë përbëjnë modelin tipik që e ka karakterizuar qeverisjen e Edi Ramës në këto 13 vite. Dhe përjedhoi protesta në vetvete ka mbartur që nga dita e parë, si thash, thirrjen për dorëheqjen e qeverisë dhe për shpërbërjen e këtij modeli politik dhe vendosjen të një standardi të ri në politikën shqiptare, që do ishte standardi kur përmes protestave masive qytetare kemi dorëheqjen e qeverisë dhe hapjen e procesit zgjedhor, të zgjedhjeve parakohshme. Pra, këtë gjë nuk e kemi parë në këto 35 vjet dhe nëse realizohet nga protesta do ta konsiderohet si një standard të ri. E qartë. A ka një të përngjashme mes Baksriollit dhe Zvërnecit apo janë raste të veçanta? Padyshim që sigurisht që ka. Dhe unë do thoja madje që rezistenca që kanë bërë banorët e Baksriollit ndaj si thua pretendimeve të tyre, pra se ngjashmëria e parë është e fakti që si banorët në Zvërnec ashtu dhe ata në Rjoll pretendojnë se kanë të drejtën mbi pronësinë e tokës dhe të dyja palët ose të dy grupimet, dy komunitetet janë prej vitesh të zvarritura për gjykatat në shkalla të ndryshme, nga shkalla e parë në apel e me radhë, dhe që ndërkohë përmes ligjeve që të hartuara nga qeveria e Edi Ramës i është dhënë prioritet, si thua, investimit që do bëj për një projekt të madh njëri apo tjetri, ndërkohë që banorët ngelen, si thua, me gishtin në gojë. Dhe fakti që banorët e Rjollit kanë reaguar në atë mënyrë që kanë reaguar, si thua, për muaj e muaj të tërë, pra fakti që janë përballur edhe me policinë private, edhe me policinë shtetërore, për atë që ata e konsiderojnë të drejtë tyre, besoj se ka qenë një faktor kyç dhe pozitiv që të sjell reagimin e qytetarëve të Zvërnecit, e banorëve të Zvërnecit, pra dhe eventualisht reagimin e qytetarëve të Tiranës në protestën që tani po shkon mos gabojnë ditën e 87. E qartë. A keni ndonjë të përbashkët ju dhe Partia Demokratike? Ju në kuptoj lëvizjen? Po në çfarë aspekt, për shembull? Në parlamentarizëm, në kauza? Shumë e vështirë që të djesh në gjë të përbashkët, qoftë në parlamentarizëm, për faktin që Partia Demokratike shpesh herë unë kam quajtur një lloj kështu radikaliteti i shtirur, pra, sepse fakti që përplasen edhe me forcat e gardës në parlament, fakti që duke vepruar në mënyrë antiparlamentare, le të quajmë kështu, pezullojnë ose ndërpresin seancat plenare kur duhet vlende më shumë argumenti i forcës dhe jo forca e argumentit, forca e argumentit dhe jo argumenti i forcës. Bën që mos gjejmë ndonjë pikë kontakti, po nga ana tjetër edhe në politikat e tyre, edhe në rastet ku kanë organizuar ata vetë protesta, pa fakti që protestat gjithmonë mbylleshin me molotov, që mund të duken si një akt më radikal. Në fakt, më radikal rezulton një protestë paqësore qytetare që vazhdon për një kohë të gjatë, që përmban brenda saj grupime ndryshme, sesa protesta në partia politike që her pas here si thua inskenon edhe skena dhune, me një fjalë. E qartë. A gjeni ju të përbashkëta mes opozitës demokratike dhe mazhorancës socialiste? Ashtu si thash pak më parë që ekziston një simbiozë mes pushtetit Edi Ramës dhe oligarkisë, jam i bindur që ekziston një simbiozë mes Edi Ramës dhe Sali Berishës. Pra kjo simbiozë qartazi dëshmohet edhe në parlament, por do thoya që tashmë Edi Rama është i sigurt në faktin që pra i kohë sa alternativa kryesore ndaj pushtetit të tij është Edi Rama, ka një bazë mbështetësisht
të sigurt, pra, të cilët për shkak të asaj që ka përfaqësuar Sali Berisha në vitet e qeverisjes së tij do votojnë gjithmonë Edi Ramën, dhe që unë besoj edhe që Berisha e ka kuptuar tashmë se nuk mund realisht ta sfidojë ndonjëherë pushtetin e Edi Ramës dhe që ka pranuar të jetë në rolin e partisë kryesore në opozicië, si thua, në parlament, dhe të her pas here të inskenojë këto skenat e përplasjes, si thua. Dhe në këtë simbiozë, këto dy forca që kanë qenë në politikën shqiptare për 35 vjet, synojnë të vazhdojnë të jenë. Dhe sigurisht që ndjehen të sfiduar, do thoja unë, nga hyrja në skenë e partive treja politike, një prej tyre siç është Lëvizja Bashkë. Redi Muçi, shumë faleminderit që ishit sonte. Ishte kënaqësi për mua. Uroj të jeni ndjer komod në formën e pyetjeve që u parashtrova dhe pse jo, ju mirëpres sërish në të ardhmen. Me shumë kënaqësi. Faleminderit edhe një herë. Qëndroni, sepse do të flasim pak tani më shumë për opozitën dhe mazhorancën dhe atë që prodhoi apo u përshfaq në takimin e Pogradecit. Na ndiqni. Jemi sërish bashk, flasim këtë herë për politikën më në themel, duke marrë në konsiderat të dyja palët dhe duke mos i shkuar vetëm asaj që prodhoi takimi i 2 ditor në Pogradec, ku më shumë se një bashkëbisedim me kryeministrit me diellën, ministren e tij të preferuar, nuk solli asnjë lajm tjetër. Madje edhe vetë socialistët e kishin me përtes, por edhe me frikë nga ana tjetër të dilnin e të flisnin për këtë takim, se çfarë prodhoi në të vërtetë, përveç se tek tuk disa prej ekspertëve dhe elementëve përbërës të Partisë Socialiste deshën të thonin të tyren mbi atë platformë që u prezantua si një e mirë për qytetarin për të mësuar se çfarë ndodh me investimet konkrete. Një pikë pyetje e madhe në fakt qëndron tek të gjithë ata që ndodhen të paktën në zonën e Vlorës për të ardhmen e aeroportit. A do mundet pasqyr Albania të jap një përgjigje për të? Pritet të presin të ardhmen, teksa ne diskutojmë të tashmen. Marsit Gupi bashkohet në studio. Kënaqësi. Faleminderit. Sonil Frashëri gjithashtu është pjesë e kësaj tryeze për të folur gjëra gjatë mbi atë që kryeministri u desh ta jepte si trailer teksa po kthehej nga Pogradeci. Sonil, nisim bashkë? Nisim. Pati diçka të mirë nga ky retreat? Ky është një retreat që Rama e bën, kryeministri bën pothuajse çdo verë ose 2 herë në vit, dimër verë. Në thelb të tij nuk është se ka ndonjë lajm, nuk është se ka asgjë interesante. Është një mbledhje që ai bën me qeverinë, që mund ta bëjë kudo, thjesht gjen momentin për të marrë vëmendjen e plot. Që kur organizon këtë lloj eventesh nuk i mungon. Sigurisht përfiton edhe nga situata politike e cila i duhet të ketë vëmendje, duke qenë se ka nisi protestë që zgjat prej mbi 80 ditësh dhe ja ka gryer pak besimin e plot që ai mendonte që kishte në publik, po edhe që sondazhet e ndryshme tregonin që kishte përqyeshmërinë e tij apo besimin që njerëzit kishin ai. Nuk është më ajo figura që është moralisht më e lartë për shkak të pozicionit që kishte. Tani është ajo figura që është përballë një pjesë të qytetarëve, kështu që i duhet të ketë vëmendje. Megjithatë pati edhe një farë vëmendje teksa nga Selaniku madje kishin ardhur disa pensionistë për të takuar dhe ishin të gatshëm edhe të vdisnin tani që e përqafuan. Po këto janë këto janë Shqipëria jonë dhe ne duhet ta pranojmë që i kemi të gjitha ngjyrat. Këto janë totalisht irrelevante, e njëjta gjë ndodh edhe me liderin e PD-s Berisha. Mund të gjesh, nuk është se i dash më pak kredite Sali Berishës për fansat e tij. Janë një model, do të thuash te. Po kjo njëjta gjë ndodh me sistemi i modelit. Dgjoj, po të shikosh programet në Amerikë, se si godasin mbështetësit e Trumpit, te inteligjenca e tyre, te edukimi, te informacioni që kanë, është shumë të krijohet perceptimi që është shumë keq se këtu. Po edhe mund të jetë, nuk është. Po nuk është ashtu, se gjithsesi do ketë individ për çdo. Unë nuk dua ta identifikoj Shqipërinë tonë siç e the ti me njerëz si mezi presin takojnë Shqipëria që i ka të gjitha ngjyrat, sepse përndryshe do ishte e mërzitshme. Dakor, po do ketë njerëz si këta.
nuk janë këta njerëz nuk janë kaq të këqij sa duken. Janë njerëz që i pëlqejnë, janë tifoz. Unë nuk e kategorizova të keq. Duan liderin. E kategorizova i gatshëm të vdes tani sepse kishte arritur kulmin e jetës. Tani këto janë gjithmonë tavanet që çdo kush ka rasti dhe publikimi rasteve. Vërtetës. Domethënë fakti që ajo i jepet zë, vetë kryeministri vjen mas 4-5 orësh e i pret dhe i thotë ja unë më fund erdha. Ajo që do të them unë është që unë mendoj që këto takimet ose qytetet që zgjidhen janë pjesë e verbit simbolik të Ramës. Rama ka qef të pjesën e simbolikës ose le të themi të kthimit të reminiscencës së të kaluarës të Partisë së Punës. Sepse ai mundoi të identifikojë, si më thënë, veten me modelin e të pushtetit ose të pushtetshmit. Edhe në këtë rast, nëse ju kujtohet, besoj që Enver Hoxha shumicën e takimeve qeveritare i bënte në vilën qeveritare në Përgadec. Dhe madje kemi dhe imazhe të udhëheqësit të Partisë së Punës, diktatorit madh Zotit Hoxha, ku dilte me varke, me skafe në atë kohë në liçenin e Përgadecit. Kështu që nuk mendoj që është i rastësishëm. Edhe madje flitet që edhe në atë kohë kështu vinin njerëz, domethënë kishte nga ata që vinin vetëm të shikonin Enver Hoxhën dhe të vdisnin. Domethënë kjo do ishte arritja më e madhe sociale ditë. Marsi, më pëlqeu pjesa që ju e futët në agjend këtë takim të kryeministrit. Apo ati ndonjë simbolik prania kryesisht e pensionistëve në atë takim e para. Dhe e dyta, gjatë kthimit, kryeministri u ndal pak edhe tek flegrat e hundës së tij, duke si ndërmend një ngjarje kaq të largët për gjithë secilin që ka një histori politike në mend. Po sepse ai tha që hunda i është dëmtuar për shkak sepse ata që donin shtrembronin Shqipërinë, shtrembron dhe aty imazhin. Dhe fakti që hunda s'është drejtuar, duket që edhe imazhi i Shqipërisë është akoma në pundim e sipër, kështu që basa ka lënë rregullimin e hundës për një moment kur të rregullohet dhe imazhi i Shqipërisë. Ajo që mua më bën përshtypje është që të gjitha këto nuk janë rastore, janë teknika komunikimi ose le të themi janë pjesë e strategjisë komunikimit që mundojnë të përcjellin diçka. Problemi është që ka filluar që kjo strategji PR që ka qenë pjesa vetë më fort jetë më dobët, se kur ty të presin 5 pleq të vjetër, të cilët janë nga 85 vjeç, edhe duket që janë edhe njerëz të vuajtur në jetë të lodhur, ku është rinia? Dhe ajo që ne flasim sot është pikërisht të rinë kanë ikur. Domethënë imagjino sa nuk kam të rinë që kanë shpresë se mund vinë të takojnë ku dëgjon dikush që më në fund ndërtove të thotë sistem mirë arsimor. Dikush tjetër të thotë që ka një treg pune që funksionon si mas meritokraci. Jo, mjafton të bëjmë një paralele me 2013 takimet e kryeministrit ishin me 3. Luajmë nga e kundërta. Dikush do ishte modeli suksesi, po, nëse aty do kishte vajza dhe djem të rinj, që do ishin shumë entuziastë, do ishin kështu herë në radhë, thoshin që duam të takojmë kryeministrin sepse më në fund mbarojmë universitetin dhe ka opsione për vende pune në të cilat ne kemi impakt dinjitoze. Dikush tjetër thoshte për shembull që më në fund ajo që deri dje ka qenë problem për ne, që të përballonim universitetin me shpenzimet tona, të ketë mundësi punësimit, të ketë mundësi integrimi social. Domethënë kjo duhet të ishte fitora reale, po të vinë 5 pleq që janë në fund të jetës dhe që i thonë që ti na ke shtruar 4 kilometra rrugë, edhe tashmë domethënë kur ecin ato 4 kilometra, unë kur sot dis me veten kënaqem, kjo mendoj që domethënë tregon bjerrjen edhe rënien e gjithë marketingut edhe të fuqisë së PR që ka pasur dikur, edhe ajo ka qenë si thua strong point ose pika më e fortë. Sepse konstruktimi i realitetit ka diçka që duhet të bazohet, le të themi, ose duhet të ketë pointe ose pika të cilat japin një lloj edhe euforie ose një lloj pathosi për njerëzit. Këto nuk japin më. Biles realisht mua më duket se ato filmat e viteve 88-89 në cilat sistemi komunist po binte, dilin ato autobusat e ndryshkur, që kishte imazhe filmi shpite rënë ato mobilet e vjetra, dhe s'kishte më estetik filmi. Kështu që edhe strategjia e PR-it kryeministrit s'ka më as estetik, nuk ka më as pathos, nuk ka më as ekzaltim dhe nuk ka le të themi atë pjesën e magjisë që kishte dikur, pra ajo ideja që arritet të i the njerëzve si thosha të plurin magjik që duket që këtu bëjnë gjëra të mëdha, pavarësisht se realiteti ishte si ishte. Tashmë domethënë është përshtatur në raport me atë që është realisht faktike edhe strategjia PR-it. Ndërsa pjesa e kthimit për ta përfunduar që se do të dëgjojë mendimin e Sonilit, ku ai e lidhe që me akuzat që aty bën për përdorus droge, për këto veset e ulta dhe realisht ai nuk e ka se thosh deviancën për shkak përdorimit kokainës, po e ka sepse dikur është goditur për shkak të shkrimeve të tij që bënte në gazetën koha jon, mos gaboj. Ajo periudhë ka qenë dhe deshta lidhe me faktin që si më thën lufta e tij për një Shqipëri të drejtë, të madhe, europiane si gjithë vendet e tjera,
i ka lënë dhe atij, si më thënë, shenja të cilat janë ekzistenciale për të dhe sa herë i shikon, si më thënë, i kujtohet qëllimi i tij politik, këto nuk pinë më ujë, domethënë, këto janë gjëra natyre historive që tregonin dikur ta priftrin që shisnin ato indulgjencat që, si më thënë, doli Jezu Krishti në ëndër, në fakt do shpëtosh njerëzit. Ose ku dëgjon Martin Luther King mos gaboj se që shikonte vëgime gjatë kohës natës që bënte ato aventurat e tija dhe ditën pasaj ditë më atë idenë që Zoti më dha një vizion se si mund shpëtojnë njerëzit. Unë jam dakord me çfarë thot Marsili, po duhet ta shoh nga një kënd tjetër për të mos qenë dakord pastaj. Po. Ta dëgjojmë këndin tjetër. Këndi tjetër është nëse do themi që kjo është një operacion marrëdhënie publiku e stisur nga kryeministri, kjo është një autogol. Se unë jam dakord me atë i thotë. Po. Që nuk ka të rinj, nuk ka fytyra që japin shpresë, por ka disa pleq që mi gëzohen gjërave të vogla. Po. Nëse e ka menduar këtë, atëherë është plakur ai shumë si makineri propagande, sa po dëmton vetëm me mendimet që ka. Po dhe kundër kësaj kush mund të jetë? Tani, nëse ai e ka bërë, nëse kryeministri dhe njerëzit afërti që merren me marrëdhënie publiku e kanë bërë kastile këtë operacion, atëherë unë mendoj që fokusi është shumë i qartë te pensionistët si masë e madhe votuesish. Me 5000 lekë çdo zgjedhje. Është më e vështirë të besosh disa të rinj që shkojnë presin kryeministit në vitin e 14 qeverisjes. Si shpresë është normale në një vend ku një kryeminist ka 14 vjet që qeverisit të rinjt mos ta shohin më si shpresë, por ta shohin si problem. Edhe për kohën, për ecurinë e kohës, për ecurinë e ideve të imagjinatës së të rinjve se ku do të shkojnë, çfarë shohin në vende të tjera dhe të vështirësitë që hasin në Shqipëri. Është më e thjeshtë ja veshin njeriu të keq që për ta është ai që merr vendimet që i ka lënë kaq mbrapa, sesa të mos besosh disa pensionistë që shkojnë dhe presin ato 5000 lekëshin çdo prill, çdo dhjetor që thonë shqyqyqi na e dha. Dhe është një masë e madhe që e merr dhe janë votues shumë. Po prapa autogol del sepse me një shtresë pensionistët që marrin 150.000 lekë pension. Me shumë pak ilaçe në listën e rimbursimit. Këtu do dilë, tani ka shumë në kushte pasaj, domethënë ta pensionistë. Po ty analizës pasaj për këtë gjën, edhe pensionistët do të votojnë kundër. Po për shkak të trashëgimisë, ata nuk votojnë kundër dhe kanë vërtetuar në 30 vjet që një nga votat më të rëndësishme të Partisë Socialiste, dhe pse tani duhet kishte rënë, sepse para 30 vjetësh kishin të tjerë pensionistë, tani kemi të tjerë pensionistë. Duhet kishte rënë si masë votuesish për Partinë Socialiste, ata vazhdojnë janë për Partinë Socialiste. Dhe unë mendoj që është domethënë e ka kaluar pikën e moskthimit ideja që pensionistët mund të kthejnë votën e vet. Pra ata çdo gjë që të bësh, maksimumi që mund të bëjnë një pjesë e vogël është mos votojnë. Ndryshe do votojnë Partinë Socialiste. Kjo është një fakt për të cilin duhet të mendojë çik më shumë opozita se si marri pjesën tjetër të shoqërisë. Duhet të dalim pak më vonë tek opozita. Ti lëm kohën e nevojshme asaj sepse i duhet dhe kohë që të zgjohet. Por para se të shkojmë aty, Marsidi e preku pak çështjen ku i bënte takimet diktatori më herët, edhe një sër memesh përthyen menjëherë në rrjetet sociale, duke vënë në vendin e diktatorit kryeministrin e sotëm, dhe ky grup i cili merret me imazhin e kryeministrit, ky grup që sikurse thoni ju Sonil, duhet ta kishte menduar pse jo të rinjt në vend të pensionistëve e gjithçka tjetër. Minimumja nuk mund të mendonte që do kishte këtë efekt, apo nuk ka reklam të keqe sot, ka vetëm reklam. Nëse ata kanë stisur, kanë dashur të ndodhë kjo gjë. Tani si do e masë rezultatet, masë me vota vitin tjetër, apo do e masë me nëse e heqin pjesën moraliste nga ekuacioni që shiko imazhi këtij është gryer sepse po dalin ta presin pleqë të tjerë, ata pleqë do votojnë vitin tjetër. Çfarë intereson Dinamo? Intereson të jetë lideri përparimtar etj. Nuk e beson më njëri këtë. Ka 14 vjet, vitin tjetër bën 15, në 2029 bën 16 vjet në pushtet. Në 2029 bën 31 vjet në pushtet. Nuk e beson më njëri. Ka një precedent që edhe po të mos letën pleq prapë mund të humbësh. Është po të themi vitin 92, 91, 92. Po cili është alternativa? Kush do të bëjë në momentin ndoshta? Po duhet krijohet momenti. Momenti besoj që u krijua për shkak të protestave që filluan në qershor për revolucionin flamin. Ka përshtypjen që njerëzit do ishin më mosbesues po do dilin sa të rinj atje. Ai mund të gjejë të rinj se ka të rinj plot që e mbështesin. Është absurde të themi që zgjen dot 30 të rinj. Ose mund të kishte paguar sikurse paguan pensionistët. Po nëse do ma tregoje mua që 30 të rinj kanë dalë ta presin kryeministrin me lule se po e çon vendin shumë përpara. Do duket shumë më keq se sa pensionistët.
Nëse dalin prezë unë e besoj. Që thotë jam gati të vdes. Domethënë mua më ecur te gomari, unë e besoj këtë. Por thotë dini të rinë duhet të ndoshta kemi filluar dhe ne sonil të plakemi, kështu që po mendoj më shumë për moshën që na gjethet më afër. Kjo është ngritur mbi supozimin që ai e ka bërë vetë këtë. Është ana tjetër që kanë dalë vetë pensionistët da prezës. Në fakt ka 2 javë që po bën spinin e nevojshëm ky lajm nëpër gjitha mediat se çfarë do prodhoi takimi Pogradec, saqë çdo kush ishte ndoshta interesuar që më shumë të takonte kryeministrin se Kanye West. Po të jeni thelbit pasaj aty. Unë dua të shënoj 2 pika do të shënoj tek jo se më prekin mua, po 2 pika do të shënoj te dokumenti Besa që jam shumë ironike për treguar edhe seriozitetin është që e para të kemi një sistem adresash të dim ku po shkojmë dhe ku po vim, mos të ecim me lokale. Ka që në 2014 që aplikohet. Është turp si shtet që se kemi këtë gjë. Çdo shteti e ka. Dhe e dyta është a mund të çojmë noteri këto divorcet që mos të rriten fëmijët për ndarje për kujdestari fëmijësh të shkojë 18 vjeç fëmia pa marrë vendim gjyqësor për me siguri po japi kohë çiftit që të rregullojnë gjë. Të bëjnë këto njerëz, se janë çështje. Unë nuk kam punë me divorcet, po të bëjnë këto se njoh disa që zgjasin na 2 vjet, 3 vjet divorcet. Domethënë të bëjnë këto se është dinjiteti i njeriu. Pastaj flasim për po filluam hapim listën e gjërave. Unë do t'i them pak edhe kësaj idesë që nëse të mbështesin si thua pjesë e vjetër se ngacmon është edhe shumë kështu ka një lloj humori estetik brenda domethënë. Më kujtohet një shprehje që Napoleon Bonaparte thoshte që unë më shumë i druhem një ushtrie delesh me krye një luan sa një ushtrie luanësh me krye një dele. Domethënë nëse Edi Rama do arriqë edhe qoftë me një tuf pensionistësh, mundi shpresën e re që gjithmonë politik flitet që është new hope, shpresa e re ose si thua ideja e re, ndryshimi, lëvizja, riformulimi përballë të vjetrës, asaj që është aty është gjithmonë venitet bjerret, atëherë le të themi që Edi Rama është pikërisht në atë moment politik siç mundoi ta imitojë nëpërmjet tyre verbeve simbolike. Pra njësoj siç ishte regjimi komunist, që pavarësisht që asnjë nuk e besonte më asaj lloji ideologjie politike ose premtimeve që dëgjonin që ne jemi vendi më i mirë, ata të tjerë ta mbarë ku dëgjon. Atëherë do të themi që është fatkeqësia e popullit shqiptar, që domethënë përjetoi 2 herë një fenomen politik. E qartë, por nëse do kemi ringritje të protestës, dhe unë besoj që këtu në shtator domethënë do të jetë vendimtare. Nëse do ketë masa njerëzish që do dalin përsëri për shprehur pakënaqësinë, dhe nëse do vejë tre që kjo lloj lëvizje pastaj do rrotullohet dhe mund të përthehet në një forcë tre politike ose të paktën në një imponim që opozita dhe partitë e tjera të kenë një lloj ndryshimi në mentalitetin, në mënyrën se organizohen, besoj që nuk e mbyll mandatin 4 vjeçar. Nëse pastaj nuk do ketë riformulim, ringritje njerëzish, që të jetë prapa Jehovi që ishte në muajin qershor dhe korrik, mendoj që se me pleq, se pa pleq, se me këto takimet në Pogradeca, ku dëgjon siç i bën në era në Vlora, ku diun se ku tjetër, domethënë tregon që sistemi enturazhi politik dhe elita politike ka kapur pjesë të tjera të strukturës edhe le të themi që edhe sikur një nga strukturat mundohet të shkëputet nga këto tentakulat e oktapodit, është e vështirë që, si më thënë. Megjithatë Marsit, po t'i referohemi 2 datave të ndryshme. E para, takimi i ritritit në Pogradec dhe dyta fjalimi që mbajti kryeministri në fund të korrikut, pra përpara fillimit të sezonit të pushimeve, ku në atë fjalim ngriti veten duke marrë mbi vete të gjitha mëkatet e një administrate që nuk punonte, të ministrave që nuk kishin kryer detyrën në gjithçka, dhe e sjell pra në kohën e tashme me ritritin, sa vëmendje mori ai fjalim dhe sa vëmendje mori ky ritrit, ndoshta kësaj radhe, le të themi të vërtetën, kryeministri arriti të fitojë mbi flamingot dhe protestën që bëjnë në bulevard. Në një lloj forme po. Shiko, në momentin që kishin protestën e flamingove, sepse edhe shpërqendrimi është fitore në këtë moment. Jam dakord. Deri para se të thonte protesta e flamingove, domthonë sytë e qytetarëve, le të themi ose struktura e cila ishte shpresa e tyre ose le të themi mbrojtësi ose një lloj forme që ishte kundër njerëzve të pushtetshëm, ishte Spaku. Dhe u prit që gjatë kohës që ishte protesta në kulmin e saj, Spaku tynte në lojë, qoftë nëpërmjet akuzave për figurat larta politike afër Ramës, qoftë për vetë Ramën. Ajo që pritet kjo ishte, sepse ishte momenti pikërisht edhe opinioni publik ishte si thua një masë të madhe pro kësaj gjë, përdesa dinin dhe thoshin Rama Hamburg, Berisha Hamburg, për shpreha famshme e protestës, kjo ka qenë. Kjo nuk ndodhi e para.
Sado që domethënë gjithë pjesa opozitare, analistëve, njerëzve opozitarë që dinin, ishte kjo ide që artikuloi që shumë shpejt SPAK-u mund të hapi një akuzë re ose në një lloj forme të afrohet kryeministrit. Kujtojmë këtu edhe precedentët siç ishin që shkuan agjentë të BK-s që ishin të armatosur, fjalimet e Ramës kundër SPAK-ut, po ashtu ideja që me fjalë kishte cënim kushtetues për shkak se u kërkua pezullimi Brinda Ballukut dhe kjo krijonte një precedent të rrezikshëm që nesër mund përdorë kundër Ramës. Pra, u krijua narrativa që kryeministrin shumë shpejt nuk do ishte më i paprekshëm. Doli dhe kjo masa e njerëzve. Dhe siç e thot Nietzsche, ajo që nuk të vret të bën më të fortë. Problemi është në fund pritet rezultati. Pra sado që ngrihet kjo flaka e madhe dhe kjo ideja e sugjestionimit që pritet ngjarje e madhe, kur nuk ndodh, fikja është më e shpejtë, pra amplituda e fikjes është më e shpejtë se ndezjes. Dhe problemi ishte pikërisht kjo që nuk ishte thjesht çështja e fjalimit ose mënyra se si trajton ai figurat politike që punojnë për të, sepse dihet që ata janë gjithë qirak politik. Nuk janë as figura politike, as ministra, ata janë qirak politik, që ato me slide njësoj me PowerPoint siç mund shpjegoj mësimet e një asistent pedagog i ri i cili sa ka filluar karrierën, edhe i duhen ato atij që ti lexoj sepse i haron ato leksionet që duhet përgatisit para studentëve. Mua më duk domethënë kështu goxha e bjerët edhe goxha kështu domethënë ata secili nga ata për mendimin tim tregon një lloj paaftësie për pozicionin që ka, edhe reflektoj në çdo moment që secili nga ata që ka pozicion ministrore ka sepse i do qefi Ramës ose ka ndonjë merit intelektuale, profesionale. A është kjo e vërteta? Po kjo është e vërteta, kjo është e vërteta. Pikërisht pra. Dhe që të gjithë ata janë qirakët, po them, qirakët politik të Ramës. Secili nga ata e di që është shumë i përkohshëm, thjesht mënyra si veprojnë duket sikur i druhen atij mllefit që ka Rama në mënyrën kur ngajeri i përçmon ose kur i kthehet keq. Dhe që të gjithë duket sikur veprojnë në një lloj forme që duan të klasin sa më shpejt, sa më me rezultate, ti tregojnë që un kam bërë gjë të mirë sepse e din që mund të jenë objekt për mediat, siç e ka njëri që mundohet të bëjë ndonjë shembull për treguar që shiko, çfarë të bëj unë, ka dhënë pozicionin, le ta bëjmë punën. Asnjë këta s'bën punën, pasi po thuash po të veshë edhe ata që kapin korrupsion, Rama thotë në fiqe në ndarda. Ore, si ka mundësi? Kush e di destinacionin më mirë se kushdo? A e di ai që jep autobusit, makinës, pa timonieri? A e mori timonin 2017 në pas vetëm? Se ti e di destinacionin, ti nuk e di, domethënë se ku është destinacioni politik këtyre njerëzve? Dhe kjo është ajo që Rama shet. Pra gjithmonë le ta themi skuthulliku politik i Ramës është që di shumë mirë ta transferojë përgjegjësinë politike te tjerët, dhe ato pak arritje politike le themi që janë fitore shumë të vogla, ditë i kthejnë favor të vetes. E qartë, më sollët në ndërmend fjalimin e tij në 2013 për çështjen e armëve kimike. Atëherë që dëgjonte popullin e tij dhe që s'mund të bënte. Dhe si mendoni ju që kryeministri juaj do mund ta bënte këtë gjë? Rama fiton Sonil. Dhe bëri pikërisht atë gjë që ishte kundër popullit. Fiton vëmendjen, fiton edhe shpërqendrimin e gjithë masës. Por nga ana tjetër përpiqet të zgjojë kundërshtarin e tij. Sepse Rama nëpërmjet fjalës që mban në rrjetet sociale, fillon i referohet tani më flamingove, si elementi që e bën Partinë Socialiste të bëjë gjëra më mirë, të angazhohet më shumë, të kërkojë më tepër nga stafi i saj, dhe kjo vjen thot ai si rrjedhojë një opozite që kurrë nuk e bëri rolin e vet. Te kjo e fundit ka drejt. Po, sa më shumë Rama përmend flamingo, sa më shumë përpiqet të tregojë që ka reflektuar si pasojë e flamingove, si pasojë protestës si sollën simboli i flamingove, aq më shumë ai e përthith atë si të vetëm. Aq më shumë tregon që shiko ai ka reflektuar të kjo gjë dhe do t'i japi mesazhe shiko unë jam me ju tani dhe ju jeni me mua tani. Dhe kjo i shërben edhe për çarjes së protestës, gjithë propagandës që ai do të bëj për të thënë që shiko flamingot janë pjesa që unë dua, pastaj ata që kanë ngelur aty dhe retorikës së tij që ata që kanë ngelur aty janë epitetet që ai thot për njerëzit që janë aty. Nuk është një gjë për të nënvizuar shumë, është teknik që njihet për çar atë që ai shes që është rrezik për të. Ai ka kohë që nuk e sheh më opozitën si rrezik. Dhe ka të drejtë që nuk e sheh më. Unë ta thash dhe po e them prap, më pëlqen shumë një shprehje që Joe Biden e thot, që e ka thënë Jati vet. Mos më krahaso me të fuqishmit, më krahaso me alternativën. Cila është alternativa Ramës sot në politikë, në fushën politike? Është një njeri akoma më i vjetër se ai. Është një njeri që njerëzit nuk kanë asnjë lloj kurioziteti se çfarë do bëj ai kur të vinë pushtet, se e din shumë mirë kush është. Domethënë kjo e bën atë të jetë në avantazh e opozitës, e bën atë të duket pothuajse
Se Po nuk e di, ndoshta nuk na jam i bën sigurt që kujtish. edhe neve të paragjykojmë të Po, mendojmë tani që pas është ka marrë lideri pjesë. ai që ndërton Se do qeverinë. të thotë Sariu ti ka marrë shokët. Pra ne zgjera ta peqë e presin. Po bëhet shok, avash. Po ideja është që potencialisht nuk jam i sigurt për këtë, po ai mendon që është në fushën politike është më i riu, më inovatori, më ai që përdor këto lloj simbolikash, përdor shprehje, flet pa komplekse për akuzat që i bëhen për drogën, flet pa komplekse për rrajen që i kanë bërë etj. Është akoma ai politikan i rebel modern etj. Sepse në fush dhe kjo është reflektuar deri vonë, sepse Partia Demokratike nuk e di sa seriozisht ka marrë disa hapa për rinovimin, për të rinjtë etj. Janë sa emra të rinj që nuk e di. Dhe pse kam rezerva nuk do t'i paragjykoj se janë të rinj. Të rinjtë mblidhet këshilli kombëtar ku prezantohen. Deri para 2 muajsh që nuk kishin këta njerëz të rinj, Partia Demokratike kishte të njëjtët funksionarë që vazhdonin aty për që nga viti 2013, që para se humnin zgjedhjet, që dolën në opozitë, të njëjtit funksionar, të njëjtat ide, të njëjtit njerëz që nuk sillen asgjë të re. Po të shikojë mbledhjet e Partisë Demokratike që bëheshin për secilën temë sociale që prekej qoftë në fushat ku ishte afër zgjedhjeve që kërkonte vota, ishte një tavolinë plot me burra me pa përjashtim, pa asnjë grua në mes. Dhe kjo ka ndihmuar që të perceptohet që Partia Socialiste Edi Rama është njeriu i grave, njeriu që promovon gratë, njeriu që modernizon partinë, sjell gruan në qendër të vëmendjes, gruan në qendër të vendimarrjes, sjell të rinj në listat e deputetëve. Sepse e bën vazhdimisht këtë. Dhe përballë nuk ka asnjëri që e bën këtë. Tani ka filluar Partia Demokratike e ka barazuar pak tryezën e diskutime, po e shikoja një ditë, se duhet ta them këtë, se po e shikoja një ditë kryetari i PD Sali Berisha që kishte bërë një tryezë bashkë me Luciano Boçi për reformën territoriale para se të mbylleshin dëgjesat etj. Po e shikoja ishte tavolinë dhe ishte një tavolinë vetëm me burra, asnjë grua. Para 2 muajsh. Domethënë çfarë mesazhi jep për këtë? Mesazh që jemi me tribu këtu, kjo është puna jon, puna juaj është në shtëpi. Çfarë mesazhi jep këtu? Dhe tani kam reflektuar dhe nuk i njoh këta të rinjt. Mbase Marsili njeh pak kështu, nuk i njoh kush janë, po gjithsesi nuk do t'i paragjykoj, janë të rinj të shohin aksionet e tyre politik. Po kjo ka kontribuar në një imazh për mua jo shumë korrekt dhe të drejtë, që kundërshtarët e Partisë Demokratike janë modernat edhe mund të jenë. Po këtë e ka theksuar shumë prapambetje që ka sjell opozita. Shpresoj që ta korrigjoj këtë dhe ta sjelli pak fushën e lojës më të barabartë kjo. Marsil, Këshilli Kombëtar të Njëjtëm pritet të zgjoj gjakra të rinj, të afroj më shumë rreth forcës opozitare, apo u zhgënjyen akoma më tepër që nuk ditën të manovronin ndryshe përballë asaj proteste madhështore që ishte përgjatë gjithë qershorit, deri në mes korrikut paktën që të përshtatesh. Problemi ndodhi sepse figurat caktuara politike që janë, le të themi, në kupolën e Partisë Demokratike dolën kundër protestës. Njësoj se kishte edhe figura të tjera politike që dolën pro saj. Për shembull Zoti Tabaku, po, Zoti Temaga, kishte disa që dolën në protestë, Zoti Arjan Doja. Ndërkohë që për shembull Zoti Flamur Noka doli kundër dhe fillim fliste për njerëz të Ramës që ishin aty dhe që bëhen sikur dinin kundër Ramës, ose Çim Peka që dihet që është, le të themi, një lloj promotori ose PR-i, le të themi, Partisë Demokratike. Pavarësisht se formalisht ka emisione vet, punon në një media që supozohet që është e pavarur etj. Dhe mendoj që këto janë shenjën e vet dhe gjurmën e vet. E dyta, ka drejt Sonili kur thotë që Sali Berisha nuk i jep më kurreshte politike njerëzve. Sado që ai mundua domethënë ta bëjë që gjatë fushatës të identifikojë me Donald Trumpin, edhe Zoti Klliçi për shkakun ka lënë mjekrën se gjithë vend, domethënë mundohen të kenë një lloj Zora Mandani. Mundohen të kenë një lloj paralizimi me Amerikën, ku dëgjon që me idenë që vjetërsia në politikë është virtyt, sepse reflekton përgjegjësi, reflekton njeriu që është i shkëputur tashmë nga ato dëshirat e mishit ose dëshirat e zakonshme njerëzore, ka fituar dhe urtinë dhe këto. Sali Berisha ka atë vragën e madhe që njerëzit e shkruar me idenë që rrin politik sepse ka problemet e veta personale për familjen e tij, për fëmijët edhe për rrethin e tij. Gjithashtu nuk është se shquhet si njëri që ka ditur të lëshoj pushtet ose ku dëgjon që të dëgjoj të tjerët. Është krijuar ky imazh dhe është amplifikuar goxha. Fakti që përpos gjithë tyre mban të njëjtin entourazh politik që ka mbi 30 vite në politikë që s'ka dhënë asgjë. Ku dëgjon Tritan Sheu, vetë Zoti Noka s'ka dhënë asgjë në politikë. Për mendimin tim është njëri që nuk ka as edhe një lloj merite politike për çdo pozicion që ka mbajtur.
Edhe kur thon ai, domethënë ajo që mua më vret veshën është thonë është besnik. Jo, nuk është besnik, është tjetër gjë ti është besnik, se besnik ti je besnik i kriterit, ti je besnik i virtytit, ti je besnik i parimi. Dhe është tjetër gjë ti je qirak ose shërbëtor i dikujt. Domethënë që ti bën çdo lloj urdhë që bën ai dhe këtë e bën vetëm sepse ti ke në shpërblim, sepse besnika rare dikur do ishte. Për shembull, ti ishte besnik edhe po mos kishte asnjë pozitë politike. Aty po, do t'i bëjmë në i boost, zotit Noka. Po fakti domethënë që thua është besnik sepse shpërblet me pushtetje, më kjo është përfitim, çfarë besnikëri është. Dhe mendoj që kushdo që mund shpërblet me pozicione politike të pamerituara, normal që do i shërbej sepse në fund ditës i shërben pozicionit ti, sepse e di që e vetëm mënyrë që të marrë këtë pozicion është ti shërbej shefit politik. Dhe ky është dhe modeli Ramës. E njëjta gjë vlen edhe për zotin Rama. Më thotë një nga ministrat, i cili është një figurë politike spikator, që një ka raport me komunitetin, që del për shembull komunitetin e vet edhe merr vota. Është i mbështetur Kanë sepse shpërndarje në rrjetet sociale. pa Po sot aty po mate me marrësi, ti themi gjëra të si, kush nxjerr më shumë statuse. Dëgjoj, unë nuk dua të bëj publike emrin e një ministreje të kabinetit të Ramës, Edhe këta e cila jo këtë vit, po para 3 vjetësh më ftoi të bëhesha këshilltari i saj, vetëm sepse mua aso kohë më ndiqnin 12.000 persona në Instagram e donte të njëjtin popularitet që kisha dhe unë. Ndërkohë që unë nuk është se mburresha me atë dhe thash e lë më mirë këtu se nuk mendoj se shtuan për këtë. Followersat e tu do përktheheshin vota. Çudi që s'ka pas frikë se mundi merr vendin. Po pra, Se pas ke pas shumë followers. Nuk e shkoj, por kjo është e vërtetë se prandaj po e them publikisht se nuk marr përgjegjësi për gjërat. Jam dakord me ty, pasi nga ata nuk është as në një figurë, domethënë që ka followers ose ndjekës, më thuaj ti më, po ta vesh re, shumica nga ata marrin 100-200 like. Edhe nuk është se janë as, domethënë estetikisht njerëz se ke qejf ti dëgjosh ose ku dëgjon çantë shndërvjedhët që din ta lidhin një narrativ politik me ngjarje. Madje unë shkoj për te, ata kanë nga 300 shpërndarje dhe kanë 100 like. Po, Pra edhe ata që shpërndajnë nuk e pëlqejnë ato Po që. imagjinon dot për shembull ti tërheqës ta ulan balla. Domethënë kush është gjëja më e zgjuar që mund të thënë gjatë gjithë jetës vet. Montazhi. Po pra. Kush, domethënë e di si kur flas për Partinë Socialiste, më kujtohet një Barcolet, ku një gruaj e cila kishte 2 djem, mburrej që fëmijët e mi thoshte janë shumë të ditur. Pse? Sepse i del gjithmonë fjala, si del fjala. Po ja tha njëri thot do bieshi, tjetri thot do bieshi. Dikujt i del ta gata. 50-50 gjithmonë. Kështu që edhe Partia Socialiste kështu është shndruar. A është kjo marrësit një shenjë asaj që ju e quani bjerrje, pra apo kurthit që Rama ka mbetur vetëm tani pa element të rëndësishëm që mund ta ndihmojnë ata të ngrihet? Miti i Kronosit në filozofinë antikitetit grek është që e vetmja mënyrë që Kronosit jetonte është duhet tante fëmijët e vet. Dhe unë mendoj që çdo sa më shumë jetë gjatë jetë Rama në politik, duhet ai si thua enturazhet e veta, figurat politike që rrethojnë, oligarkët, pa çdo strukturë, grupet kriminale që e mbështesin me vota dhe përfundimi i Ramës, mbani mend të po e them, ja, këtu do jetë regjistruar, është që mbasi ti ai gjithë atë do bi nga pushteti. Sepse Rama sa më gjatë rrin pushteti duhet shesë, është pak a shumë si sakrifica e sistemit komunist. Gjatësia e Enver Hoxhës ishte e lidhur ngushtisht me shitjen e gjithë bashkëpunëtorëve dhe atyre që e mbanin pushtet. Dhe e dorëzoi katëshën në bllokun. Ishte kapon e mori Zoti, tjerët i mori regjimi. Edhe rasti po ta veni re Ramës si kujtoni bashkëpunëtorët e tij në fillim. Ka qenë Tom Doshi një nga bashkëpunëtorët më të afërt. Po, është ende. Vazhdon të jetë, po unë flas politikisht, që të ketë ata akses që kishte dikur. Ku është sot Elion Vediaj? Jo, janë një sërë emrash, po. Belinda Balluku, Lefter Koka, Nasip Naço e tjerë më radhë dhe shumë të tjerë të cilët ja përmendte Zoti Basha me ato Rama kur dilte ku i ke shokët. Që sot e bëjnë disa figura që dalin protestë. Pra fakti me qëra fjala Zoti Basha ku është? Zoti Basha dihet, po vazhdon provokaciat e trupe. Mos e mundi Putini do kthehet mundi Rama. Me gjithë zemit e Zoti Basha dhe kuriositet për Zotin Basha se për opozitin. Po për sa kohë që ka ditur të ruajë anonimatin. Dhe ajo që dua të them është kjo që duke qenë që është ky model sistemi dhe që kjo është problematika që kemi këtu ne, që domethënë nuk ka një evidentim. Partitë e reja për shembull të kishin këtë fat, të bëjnë këtë lloj thyerje. Problemi ishte që ra në këtë kurthin e të vjetrës. Për shembull, Zoti Lape ka marrë gati 60.000 vota. Edhe është fatkeqësi gati 80 me gjithë ato që u cilësuan. Po, ai është budallik se po. Fatkeqësia është që u përthye në një mandat në cilin u bë kështu si ajo lufta e nuseve. Domethënë daja zi për nipim se mos e marri ky. Babai thoshte i meriton djalin, pra domethënë pushteti përfitoi shumë nga narrativ sa tregoi që jo, këto janë vetëm si ne, po këta janë edhe më keq se ne të paktën si thu sherrit i mbajnë brenda shtëpisë, nuk i bëjnë publike, kurse këta trit
E bën dhe publik sherin. Po mi falet se nga mos eksperienca e kishin, nuk është. Mendoj më shumë sa çështje mos eksperience ka qenë çështje që s'ka qenë reale të vërtet. Shiko, vetëm domethënë kritik që kam unë për protestën, edhe që edhe kur jemi takuar bashkë kemi rastisur që kemi folur, ka qenë kjo. Sonili s'ka qenë me ne, se ndodhe në New York protestantë atje. Ka qenë fakti që këta kanë shumë gjuhë urrëtie. Domethënë ne po ta vesh kur dalin atje me ku dëgjon me patronazhist, me drejtor, me njerëz. Modeli jot duhet të jetë modeli i përbashkimit, jo modeli ndarjes, i përjashtimit. Atje ka filluar përjashtimi, tani po dalin neonazistë të paguar të doshit. Dhe madje në një moment mua më krijoi një ide që protesta ishte që trezonte Netanyahu, jo trezonte Ramën, sepse flitej ku dëgjon për luftën Palestinë, flitej ku dëgjon për hebrejt që do vinin dhe do zinin xhamiat edhe kisha do ndërtonin sinagoga. Ndërkohë që komplet do të thotë kjo marrësit që jemi më shumë të gatshëm të zgjidhim problemet e botës. Shqiptare ka pasur gjithmonë atë lloj kompleksi. Domethënë pa pasur poste në shtëpi, shtron poste në xhami thon vjetrit. Pa domethënë ti nuk e arritur të plotësosh problemet që ke ti vetë në jetën tënde të përditshme dhe merr përsipër të plotësosh një problem që ti ke vetë, t'ia bësh tjetër, ndërkohë që ti s'ke treguar aftësinë që t'ia realizosh vetes. Është si puna atyre analistëve që nuk pranojnë të vërtetat e veta dhe dalin thonë të vërtetat e popullit. Ndërkohë që kjo mund të jetë simptoma e një situate pak më serioze në Shqipëri që këtu kanë prioritete të tjera njerëzit, jo Shqipërinë. Cilat prioritete? Sonil, domethënë duke parë protestën, janë diskutime të rrezikshme. Po, sepse ju s'keni qef këtu. Por duke ndjekur dita ditës zhvillimin e protestës, duket sikur në fillim kur nuk lejohej të përmendej, pra ishte mëkat i madh, herezi madje, që të përmendej që kjo protestë do prodhonte një formacion politik i cili do të sillte dhe rrëzimin e Ramës, por ishin popull qytetar familjar që dilnin në atë bulevard dhe nuk donin pra asnjë figurë politike, filloi lufta, u përjashtuan liderët e shumë çka. Sot që nuk kam as mbështetje politike, as synime nga OJF që ndoshta mund t'i vesh pikpyetje, duket sikur me njëri tjetrin e kuptojnë nevojën që një përfaqësi politike të bënte punë, por teksa tentojnë të krijojnë qoftë atë kuvendin mbar popullor, fillimisht qoftë edhe një përfaqësi që po kërkojnë ta organizojnë tani, duket se kanë filluar këto luftrat e brendshme se kush është i pari, kush është i dyti. A e rrezikon protestën kjo mos përgatitja jon për të rregulluar veten së pari dhe pastaj për të shkuar më tej? Unë duhet të them atë që unë e shoh si realitet, me aq sa unë perceptoj nga protesta. Që në fillim protesta nuk ishte homogjene. Aty ishin të gjitha partitë opozitare. Ishte përfaqësim shqiptar. Është ajo që thamë në fillim. Jo, që aty ishte lëvizja bashk, kjo s'e mohon njeri. Që aty është mundësia, s'e mohon njeri. Që aty është Shqipëria bëhet dhe kjo mund të jetë një pjesë e madhe e protestës, këto tre parti aty. Se janë drejt natyre. Tani kujt i shkon në mendje që këta tre do bëhen bashkë? Asnjë. Tani un kam një alternativë tjetër. Pse duhet të bëjmë parti politike aty? Kur dalin francezët se u rit çmimi në Francë, ndjekin Parisin. Po, ndiqen nga sindikata. Ulin çmimin dhe ikin në shtëpi, nuk bëjnë parti politike. Për çfarë dolëm ne? Dolëm për zvërnecin. Në fillim, se pastaj u ndryshua. Për gabitet e pronave. Gabitet e pronave. Po. Për gabitet e pronave i sjell një ligj që me të drejtë njerëzit thonë duhen të shfrytëzohen, ata që dalin protestë. Po të arrinin këtë objektiv, që të shfrytëzonin këtë ligj që donin. Pse mos shkonin në shtëpi të thonin të paralajmëronin qeverinë që sa herë të bësh nga këto unë jemi këtu? Sa herë fillon diskutimi që duhet të bëjë një parti politike, duhet të bëjë është një presion që i vjet njerëzit që protestojnë, për të thënë që shiko, po bëjmë mirë apo po bëjmë keq. Po ta bëjmë do bëjmë mirë apo do bëjmë keq. Dhe i shfokusohet nga objektivi që kanë dhe fillon të mbet rrugës. Qofse ato do ishin njerëz homogjen, do kishin bërë partin politike sot. Por mua aty janë pjesëtar të 4-5 partive politike plus qytetar, që nuk duan të bëhen me asnjë nga këto 4-5 parti politike, që u mblodhen aty për një mllef që unë mendoj që me të drejtë, me shumë të drejtë, donin t'ia përplasin në fytyrë qeverisë që ai njeriu që troj zvarr në Zvërnec nuk është rastësi, dhe është fytyra e padukshme e qeverisë që mbron ata që do të mbrojë dhe që nuk mbron ata që do të mbrojë, dhe nuk reagon, madje siç tha dhe drejtori i përgjithshëm policisë gënjen për të mbrojtur ata që duhet të mbrojë, siç tha për policinë e Vlorës që gënjeu për deklaratën e saj. Ai mllef ishte totalisht justifikuar që njerëzit dolën në masë në sheshet
dhe protestuan dhe filluan kërkonin për shfrytëzimin e ligjit për anullimin e projektit të tjerë. Po unë nuk kam menduar kurrë që ata njerëz do bëheshin bashkë për të bërë një parti politike, se ishin heterogjen, ishin njerëz të përkatësive të ndryshme politike, me qëllime të ndryshme, që mos të hyjmë pasaj edhe. A është kjo tentativë që ka sjellë përçarje në këndvështrimin tuaj? Po nuk mendoj që janë përçar. Thjesht mendoj që ka rënë intensiteti tani, Nuk mund të rritet, mund të ulet, po nëse vazhdon dhe pak me kaq do por ka sërish ka një lloj edhe ligjërate në rrjetet sociale në lidhje me këto tentativa për të fajsuar njërën palë apo tjetrën palë. Prandaj unë nisa nga kjo. Nuk po merrem me pjesëmarrje në bulevard, se fakti që po shkojnë 90 ditë në atë bulevard është një fitore shumë e madhe për shqiptarët. Kur më parë nuk kemi regjistruar këto. Ka patur edhe dy kushtite që kanë ndërtuar 90 ditë në bulevard. Dakor. Mirë. Zoti Basha. Gjithsesi, aty ka kapital politik. Ajo është shumë joshse për njerëzit. Ka kapital politik dhe secili do të përfitojë nga kapital politik. Kjo është natyrë njerëzore, është ambicie njerëzore. Po, ka njerëz aty që dalin me kështu me video, mesazhe, me reelsa, me kështu mendojnë që do e mundin Ramën, e secili domethënë deli i bën kështu, kazën cepat edhe ka kështu një mungesë. Sidomos tani që të njëjtën do bëhet PD-ja me aplikacion rrjete sociale. Po tu ka drejtë, tu ka drejtë Rioni, lufta tashmë është bërë digjitale. Nuk ka më luftë faktike ose është kohë që të dalim sheshë. Kujtohet ajo e një seriali Black Mirror ku ai që bëhet kryeminist në Angli ishte një figurë që nuk ekzistonte. Thjesht merrte shumë like në rrjetet sociale dhe votoi që zgjedh kryeministër. Më tha kisha Redi Muçin para jush dhe më tha ndoshta formacioni më i mirë se si Edi Rama do ishte kryeministri më i lumtur në botë, do ishte që gjithë ministrat ishin si diella dhe ai të mund t'i bënte ata thonin ato që ai donte që të thonin. Pashoj kaj si diella e ka. Jo se pastaj, do e lëm në pauzë këtu se jemi fare në fund. Faleminderit Sonil, faleminderit Marsit. Ndoshta duhet ta përsërisim, por nuk ju jap fjalë dot për të ardhmen, nisur nga angazhimet respektive të gjithë secilit. Faleminderit juve që na ndoqët. Nesër mbrëma ka një tjetër takim me të tjerë të ftuar.